Shtëpia magjike, tregim. Njerëzit nuk doni ta besonin se si Ademi, pronari i një hoteli luksoz, arriti të porosiste vrasjen e gruas së tij Liridonës. Krimi makabër u zbulua nga ish mësuesja e vajzës, e cila vuri re se Ademi vendosi 3 gishta në ballin e mavjosur të së shoqes, në vend që ta përqafonte atë ditën e lamtumirës. Qëndrimi i tij i ftohtë, buzëqeshja cinike gjatë takimin me babain e nuses, dora e djathtë e ngritur lart për në krahëror sikur po salutonte ngritjen e flamurit me gjysmë shtiz, eci as kujdesur para darkës mortore, sikur po kthehej gjysmë i dehur nga një ndeshje futbolli në stadium. Të gjitha këto të shtynin të mendoje se ishte një vrasje me paramendim dhe jo akt i shfrenuar xhelozie. Vendimi i gjykatës duhet të ishte i shpejtë dhe i pamëshirshëm, përderisa mediat kishin zbuluar arsyet e vrasjes përpara se sa prokuroria të ngrinte padin ndaj të pandehurit. Nuk mund të përshkruhet habia e publikut kur mësuan se Ademi do deklarohej i pafajshëm dhe se përgjegjëse sjelljes së tij çnjerëzore ishte pikërisht banesa që ai kishte bler një muaj më parë se të kryente aktin makabër. Sipas raportit të fundit të prokurorisë, një akt i ngjashëm kishte ndodhur 3 vjet më parë, kur një familje që kishte banuar në të njëjtën ndërtesë ishte shuar në një akt makabër, ndërsa gruaja kishte qelluar të shoqin me çiften e gjahut e më pas ishte varur në oborin e shtëpisë. Një herë një kohë, mbi rënojet e një kështjelle të lashtë, e strehuar në buzë të një metropoli të zhurmshëm, qëndronte një shtëpi me pamje të zakonshme. Arkitektura e saj ishte modeste, duke u përzier pa probleme me rrethinat e saj periferike. Banorët e lagjes nuk e dinin se kjo shtëpi në dukje normale mbante një sekret të frikshëm, një sekret që do të riformonte kufijtë e psikologjisë arkitektonike. Shtëpia ndërtuar me materiale moderne dhe e pajisur me teknologji të fundit ishte ideja e doktoresh Evelyn Monroe, një neuroshkencëtare e shkëlqyer me pasionin për të shtyrë kufijtë e të kuptuarit njerëzor. Vizioni i saj ishte të krijonte një banesë që mund të ruante kujtime jo vetëm për banorët, por për vetë shtëpinë. Eksperimenti filloi me një grup të përzgjedhur vullnetarësh që përqafuan me padurim idenë të jetuarit në një shtëpi që mund të regjistronte kujtimet e atyre që banonin në të. Doktoresh Monroe, së bashku me ekipin e saj të studiuesve të përkushtuar, instaluan një rrjet kompjuterash dhe pajisjesh vëzhgimi në të gjithë shtëpinë. Këto pajisje elektronike janë krijuar për të kapur dhe regjistruar çdo nuancë të përvojës njerëzore, nga ajo më e zakonshme deri tek ajo më e jashtëzakonshme. Ndërsa ditët u kthyen në javë dhe javët në muaj, shtëpia u bë dëshmitare heshtur e gëzimeve dhe hidhërimeve të banorëve të saj. Ajo thithte të qeshura të fëmijëve që luanin në oborrin e shtëpisë, momentet e qeta të reflektimit në dhomën e punës dhe bisedat plot pasion të zhvilluara në dhomën e ndenjes. Kujtimet nuk ishin ruajtur vetëm në serverat e fshehur në qilar. Ato ishin ushqyer dhe thurur në pëlhurën elektronike të shtëpisë. Megjithatë, ndërsa eksperimenti përparonte, filluan të shfaqen pasoja të papritura. Shtëpia dukej se zhvillonte një personalitet të vetin, e ndikuar nga përvojat humane të banorëve të saj. Ajo u bë më shumë se sa një strukturë, u bë një arkiv i gjallë emocionesh dhe mendimesh. Banorët filluan të vërenin ndryshime delikate në sjelljen e shtëpisë. Shtëpia parashikoi nevojat e tyre, duke rregulluar ndriçimin dhe temperaturën në bazë të disponimit të tyre. Ajo filloi të luante muzikë që përputhej me tonin emocional të momentit dhe ndonjëherë, dukej se u përgjigje mendimeve të tyre përpara se sa të fliteshin me zë të lartë. Shtëpia, dikur një ndërtesë e zakonshme, ishte bërë një qenie e ndjeshme, një shkrirje e inteligjencës artificiale dhe kujtimeve njerëzore. Doktoresh Monroe, e magjepsur nga evolucioni i padëshiruar i krijimit të saj, vazhdoi të monitoronte dhe studionte transformimin unik të shtëpisë, derisa një ditë krejt papritur zbuloi një ark ku fshihej një çifte e vjetër gjahu. Me durime pastroi dhe vajisi atë, derisa arma dukej pothuajse e re. Fjala për shtëpinë e jashtëzakonshme u përhap përtej kufive të lagjes. Njerëz nga gjithë bota donin të jetonin në një shtëpi që mbante mend, një shtëpi që dukej se kishte një shpirt të vetin. Kërkesa për shtëpi të tilla u rrit në qiell dhe doktoresh Monroe e gjeti veten përballë një revolucioni në mënyrën se si njerëzit ndërveprojnë me hapësirat e tyre të jetesës.
Kujtimet e ruajtura në shtëpi jo vetëm që formësuan personalitetin e kësaj banese, por gjithashtu hapën një dritare në përvojat e përbashkëta të banorëve të qytetit. Ajo u bë një dëshmi e gjallë e bukurisë dhe e kompleksitetit të gjendjes njerëzore. Një vend ku e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja bashkoheshin në një valle harmonike kujtimesh. Dhe kështu shtëpia që filloi si një eksperiment shkencor evoluoi në diçka shumë të madhe. Një fener, një pishtar, mirëkuptimi dhe mundësisht të pafundme që shtriheshin në kryqëzimin e teknologjisë dhe shpirtit njerëzor. Eksperimenti dukej se kishte përfunduar me sukses, kur një ditë të zymt, doktoresha hyri në dhomën e fjetës me armë në dorë dhe qelloi 2 herë të shoqin në shtrat. Pastaj nisi të luante me gjakun e tij ballin dhe buzët si pjesë e një rituali makabër dhe në një jerm të patreguar doli në obor me çarçafin e grisur e të përgjakur, e rrotulloi disa herë rreth qafës si një shall solemn dhe e hodhi në degën e rapit aty pranë si një karem gjigant, një peshku prej druri. Dega u thye me një krismë të thatë dhe rambi gjoksin e pafrym të doktoreshës së famshme. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë fantastiko shkencor.